Burri po ashtu duhet të i kushtoj vëmendje disa detyrave që bien mbi të dhe të mos i neglizhoj ato, siç janë. Numër 1. Dhënia e mehrit. Allahu Azza wa Jall thot: "Dhe jepuni me gjithë zemër grave tuaja dhuratën e kurorëzimit." Numër 2. Shpenzimi për të dhe për kujdesja, e cila përfshin të gjitha ato që gruaja ka nevojë si ushqim, veshje, banesë, ilaçe, madje edhe nëse ajo është e pasur ose e pavarur nga kjo ndihmë. Allahu Azza wa Jall thot: "Pasaniku le të shpenzoj sipas pasurisë që ka, ndërsa i varfri le të shpenzoj sipas asaj që i ka dhënë Allahu. Allahu nuk e ngarkon askënd mbi sa i ka dhënë." I dërguari i Allahut alayhi salatu wassalam i tha Sadit, Allahu qoftë i kënaqur prej tij: "Dhe për çdo gjë që do të shpenzosh duke kërkuar me të vetëm fytyrën e Allahut, do të marrësh përblimin deri edhe kafshatën që i vën në gojë edhe gruas tënde." Numër 3. Burrit nuk i lejohet që ta rrah gruan në fytyrë dhe nuk lejohet nënçmimi i saj, qoftë me fjalë apo me vepër. Allahu Azza wa Jall thot: "Gratë e ndara në periudhën e pritjes, le të banojnë aty ku banoni edhe ju, sipas mundësive tuaja, dhe mos u bini në qafë për t'i detyruar."